Fakt operacioni për kapjen e këtij eksponenti, të konsideruar një nga më të rrezikshmit paktën për vitet 2000-2005, kohë kur ishte aktiv edhe grupi që ai drejtonte, ka qenë një taktike e ngjashme me ato që u përdor për kapjen e Gzim Çelës, baronit drogës. Dhe pak a shumë policia shqiptare në atë kohë bëri një analizë të personave më të afërt pranë këtij personazhi, pra pranë Lulzim Berishës, ku në fund u arrit në listimin e 5 personave të cilët kishte dyshime se mbanin kontakte të vazhdueshme me këtë eksponent, pavarësisht se ai ndodhi në Arrati. Dhe gjurmimi që i është bërë lëvizjeve të këtyre personave, një prej cilëve një afërm i Lulzim Berishës, kishte hyrje dale të shumta në Spanjë dhe mbi bazën e këtij dyshimi, policia në atë kohë kërkoi një informacion sa i takon një mundësie që Lulzim Berisha të strehoj në Spanjë, por duke mos ditur lokalizimin apo lokacionin eksakt të tij. U bë një ndjekje. E konsideron si një operacion suksesshëm. Po, u bë një ndjekje në atë kohë pikërisht e këtij personit të afërm pranë Lulzim Berishës dhe u arrit që ai të lokalizohen A u përdor një si karem këtë person i afërt? U përdor si karem pa djenin e tij, pra nuk normal karemi nuk e di që është karem. Po, pa djenin e tij dhe në atë kohë në fakt pati dhe vështirësi kishte edhe për shkak të pamjes që përmendi Igli, pasi ishte thuajse një transformim në pamjen vizive dhe disa pamje që Lulzim Berisha ishte shfaqur në media vitet më parë, fill pas përfitimit të lirisë nga vendimi i gjykatës shkallës parë.